Situata në Shqipëri është e nxehtë se dhëndri dhe vajza e Trumpit duan të blejnë ishullin e Sazanit dhe populli është ngrit në demonstrat. Është vërtet, I kemi ndjek nga ana vizuale të gjitha aktivitetet që janë bërë kohët e fundit, qoftë edhe në internet. Situata është pak si e nxehur, si I thonë. Dhe kjo ardhje e ngadalt, por që ka acaruar drejtuesit e shtetit dhe qeverisë, ishte e papritur. Sot ne shikojmë shkrimet të tilla, qoftë edhe në internet, kur dalin për të marrë, si thush, lavdatat e tyre, kryetarët e partive, siç është Sali Berisha, e të tjerë. Por ne jemi mësu, ka një diferencë të madhe në mes atyre që janë bën artificialisht disa rrjeshtë të drejtuara nga Partia Demokratike, ka edhe raste të tjera që ne I kemi parë. Ai popull që ka qenë është edhe sot. Ky është populli shqiptar që duhet të rokiste Partinë e Punës Enver Hoxhën. Ky është populli shqiptar që priti sekretarin e shtetit Baker me qindra mijë në trotuar. Ky është populli shqiptar edhe tani. Po të rrim një çik në temën e ishullit të Sazanit. Çfarë mendon ti për ishullin e Sazanit? A duhet të bëjnë demonstrata populli shqiptar? A duhet ta heqin Ramën edhe Saliun nga posti? A është korrupsion këtu? Që të sqaroj me botë kuptimin idenë time herë, unë nuk jam kundër investime dhe investitorëve të huaj, serioz, në vendin tonë, sepse këtu janë ndërtuar të gjitha vendet e botës. Por jam kundër mungesës e transparencës për të investuar në vendin tonë. Asnjëherë problemet të mëdha investimi nuk ka deklaruar, nuk ka dokumentuar, pra nuk ka njoftuar asnjëherë popullin serioz ky kryeministër që kemi në sot. Por ka ndodhur, është e udhës ti përmendim disa nga këto, që për shembull është skandali I inceneratorëve në Shqipëni, në krye të cilit është Edi Rama me mafjen e tij. Nuk është njojtur populli vetëm kur plasi skandali. E plot skandalet të tjera. Pra, Edi Rama time by time del në publik dhe thotë I përmen votat e popullit, që unë kam 83 deputet dhe unë kam drejt të vendos. Pra, nuk mundet të dal njeri mbi mu, Edi Rama, pra, në fakt, është edhe përgjegjësia e Partisë Socialiste, sepse në autoritetin e saj, fuqinë e saj, elektorale, Edi Rama ban veprime me kokën e tij. Por ai nuk du t'i kalojë me një autokritik që thotë, po në punë e sipër bëjmë edhe gabime. Nuk kemi të bëjmë me gabime, po me skandalet mëdha ekonomike, korrupsioni. Po. Për shembull, me bëri përshtypje vendosja flamurëve të Izraelit në qytetin e Tiranës. Unë nuk them që të prishim marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Unë nuk them të mos kemi marrëdhënie ekonomike, diplomatike, ushtarake e tjera. Por jo në këtë mas duke mohuar ekzistencën e popullit shqiptar, duke dhënë shemuj se shqiptari e ka në tradit, që siç që shpinë e tij
t'ja jap mikut shpinë e tij dhe Zotit. Mirë po, këtu mundohen në këto demonstrata, në këto veprime të qeta që kësa rrallë kanë mush vendin, është mush bulevardi i Tiranës, mundohen me penetru shumë organizma të tjerë për ta marrë për vete këte. Duke thënë që ne këtu s'po shohim në një drejtues, ne nuk po shohim me përjashtim të parullave që vendosen në balë të demonstruesve. Por problemi është që Edi Rama kësa rrallë, unë mendoj se e ka pisk, por ne du t'jemi vigilente edhe ndaj parullave që hell Sali Berisha. A mendon ti se do ta japi pushtetin ai, do të jap dorëheqjen Edi Rama? Jo, asnjëherë pra, siç kemi thënë për Sali Berishën, është edhe Edi Rama, asnjëherë nuk do të zbres kankali ky. Dhe ky mendon se është asi i drejtimit në Shqipëri. Por e vërtetë është se ato që janë bërë të mira, ai ka edhe merita, nuk po them sa është fare pa merita. Po, patjetër. Por i ka bo sistemi demokratik, i ka bo mendja e privatit, e individit, që juve keni qenë në Shqipëri edhe i keni pa, janë mjedise, restorante, e ambiente turizmi më të mira se këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që duhet jemi vigilent. Parulla e Sali Berishës që po hapet rruga për të marrë drejtimin dhe për të krijuar atë, do me thënë, qeverinë teknike. Pra, Berisha duket si një sportist që rrin mas lojtarëve në afërsi portës, vjedharosi për të marrë ndaj top për të bërë gol, nëse nuk e shohin referët, arbitrat, gardalinat. Pra, nëse nuk e shohin, ai bën. Por Sali Berisha ka mbaruar. Atë e mbështesin vetëm për krahas dhe bashkëpunëtor të tij në krime që janë bë rast pas rasti. Këto kisha unë për të thënë për këte, unë jam i gëzuar kur shoh se shkrimet që bëjnë intelektual, profesora, erodit të shquar në internet, anë këtej, avash shohim me rezultatet që kthehen në mirësi për atë popull i cili edhe po mëson për të demonstruar në mënyrë paçore, edhe për të mos pat njëjtat ftyra me vitet tëra që e morën pushtetin duke thënë që ishin padurueshëm për 41 vjet. Okej, faleminderit.